Jemi në zemër të Tiranës, por edhe në kishën dhe zemra e Krishtit, që gjendet në rrugën e Kavajës, në qendër të Tiranës. Do ju tregoj sot historinë e një nga kishave më interesante në historinë e Shqipërisë, që në këtë 100 vjeçar të fundit ka peshën e saj të ndryshimit, por edhe të rijetëzimit të gjendjes së saj emocionale, shpirtërore, estetike, arkitektonike, por edhe fetare. Ndiqeni tani. Kisha e Etërve Jezuit të Tiranës ishte e para në Shqipëri që i kushtohej zemrës së shenjtë të Krishtit. Faltoria në fjalë filloi të ndërtohej në vitin 1938 dhe u përurua në mesnatën e 24 dhjetorit 1939 përgjatë festës së Krishtlindjeve. Projekti i Kishës Katolike në Tiranë është realizuar në vitin 1937 nga arkitekti italian Giovanni Santi, vëllai i superiorit të jezuitëve shqiptar At Luigi Santi. Kisha u projektua në atë që dikur quhej Bulevardi Mussolini, sot rruga e Kavajës së Tiranës. Ishte kisha e parë katolike që ndërtohej në kryeqytetin e ri shqiptar. Rreth 10 vjet më parë, kishin filluar përpjekjet për aprovimin e lejes dhe dhënies së territorit, ku do ndërtohej kisha e parë bashkohore katolike në Tiranë. Dokumentacioni arkivor daton në vitin 1929. Në 24 qershor të vitit 1938, u vendos guri i parë i kishës së re në Tiranë.
Kisha u shugurua nga arqipeshqvi Vincenz Prenushi. Mbretëresha Geraldine dhuroi 10.000 franga ari për ndërtimin e kishës. Dritaret me njolla janë dhuruar nga Maja Iacomoni, di San Savino, gruaja e guvernatorit italian Francesco Iacomoni. Kisha kishte një altar me ikonostas për liturgjin bizantine në një nga apsidat. Fillimisht ishin planifikuar gjithashtu një kull zile dhe një ndërtesë ngjitur për porosin, që për shkak të luftës së dytë botërore dhe rrethanave të tjera nuk ju arritën të ndërtoheshin. Kontributet për ndërtimin e kishës ishin domethënëse, në një farmase ishin dhe guri i saj shpirtëror. Për ndërtimin e saj kontribuan njerëz të thjeshtë të çdo besimi, deri dhe 2 papat e Vatikanit, që ushtruan papatin e tyre për gjatë ndërtimit të kishës, Papa Pio XI dhe Papa Pio XII, që porositi dhe altarin. Edhe kisha bizantine arbreshe dhe personalitetet të spikatura, si arbëreshi Terence Toci e të tjerë, morën pjesë në realizimin e saj. Komuniteti fetar ishte i paduruar dhe entuziast për ndërtimin e kishës katolike, aqsa meshat filluan të mbaheshin pa mbaruar punimet. Kisha u hap me shërbimin e mesnatës më 24 dhjetor 1939. Kjo kish ishte mëshirim arkitekturor, ku bashkoheshin stili neoklasik perëndimor me atë neo-bizantin në një harmoni të plot. Elementet e kishës ishin magjepsës dhe risi në ambientin fetar shqiptar. Pikturat murale, dritaret me xhama dhe imazhet shumë ngjyrshe, imazhi i Shënmërisë së Shkodrës, organo dhe element të tjerë herëherë dhe bizantin bënin që kisha katolike e Zemrës së Krishtit të ishte një bizhu në kryeqytetin shqiptar. Pas vitit 1967, në vazhdon e politikave antifetare nga autoritetet komuniste, kur Shqipëria u shpall shteti i parë ateist në botë, kisha katolike Zemra e Krishtit u mbyll dhe u boshatis, me humbjen e trashëgimisë liturgjike artistike dhe u shndrua në kinoteatër Rinia. Fasada e ndërtesës me pamje nga rruga u modifikua shumë për të fshehur qëllimin origjinal të ndërtesës dhe afresket po u hiqen gjithashtu. Për fat, ajo jo vetëm që nuk u shkatrua si shumë si motrat e saj, por fal arkitektit disident Max Velo, asaj u vendos një fasad pa i dëmtuar muret dhe autenticitetin e godinës fillestare. Martirizimi i klerit katolik shqiptar për gjatë regjimit komunist ka qenë pa precedent. Dëshmorët si Dom Stefan Kurti, Imzot Vincenz Prenushi dhe rreth 40 martirë të tjerë lidhur me këtë kish janë apostuj të besimit tek shqiptarët. Pas rënies së regjimit komunist, selia e kryedioqezës Durrës-Tiranë u zhvendos në kryeqytet, duke e kthyer kishën e Zemrës së Shenjtë në një katedrale të përkohshme. Megjithatë, katedralja e Shën Luçisë së Durrësit mbeti bashk katedrale. Në 23 mars 1991, Shën Nën Tereza rihapi kishën e Zemrës së Krishtit në Tiranë. Prifti Don Dot Sahaçi si dorëzoi çelësat. Në verën e të njëjtit vit, kisha kaloi sërish në drejtimin e etërve jezuit, duke themeluar prap kështu famullin. Fasada e objektit u rinovuar sërish pas vitit 1990. Në vitin 1999 u dekorua me afreske të reja. Përveç traditave të krishtera, si Darka e Zotit, u bë homazh edhe besimit katolik në epokën komuniste përmes imazheve realiste. Altari dhe ikonostasi bizantin për liturgjinë katolike lindore shqiptare nuk u bë dot prap.